Për te forcës për të goditur, një pjesë e rëndësishme është edhe aftësia për të mbrojtur. Për këtë u përkujdesën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur menduan të nisnin operacionin e tyre ushtarak drejt Iranit dhe një përhapje e cila erdhi e kësaj lufte në të gjithë lindjen e mesme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përdorur një sër sistemesh për të interceptuar raketat e hedhura nga Irani, duke përfshirë këtu bateriet Patriot, ndërsa më i fituari sa i përket mbrojtjes nga një luftë ajrore ka qenë padyshim Izraeli, i cili investimet i ka të hershme dhe në bashkëpunim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si në War Update, ashtu edhe në War Report, kam sjellë për ju grafikat qarta që tregojnë specifikat e 3 prej sistemeve më të njohura në mbar botën, të cilat Izraeli i zotron sa i përket mbrojtjes ajrore me Iron Dome, i cili intercepton raketa nga 4 deri në 70 km, David Sling apo krahu i Davidit nga 40 deri në 300 km dhe Arrow System, i cili intercepton raketa deri në 2400 km nga largësia e tyre. Por kostot janë të larta. Iron Dome shpenzon 40 deri në $50,000 për një goditje, David Sling $70,000 deri në $100,000 për një goditje, ndërsa The Arrow apo sistemi shigjeta shpenzon nga 2 deri në $3 milion për të lëshuar një raketë e cila intercepton objektet ajrore të hedhura, në këtë rast nga Teherani, siç janë pikërisht dronët, por edhe raketat e ndryshme. Izraeli ka arritur një revolucion teknologjik dhe ushtarak, duke përdorur për herë të parë një sistem i cili ishte përfolur kudo në mediat ndërkombëtare përgjatë viteve të fundit. Iron Beam është shpika më e fundit e mbrojtjes ushtarake, e cila arrin që të godas një raketë në vlerë ndoshta miliona dollar, duke përdorur lazerin dhe një kosto e cila shkon nga 3 deri në $5, që sipas izraelitëve është kostoja e një kafeje për to. Në fakt, kostot reale të kostove operacionale të këtyre goditjeve shkojnë deri në $2,000 për shkak edhe të njësive të cilat janë zhvendosëse dhe vendosen pikërisht në territore ku pritet që të kryhet edhe interceptimi. Duhet theksuar se godet objekte ajrore duke përfshirë raketat dhe dronët në një distancë 7 deri në 10 km, duke treguar kështu se nuk shkon shumë lart në qiell sa i përket interceptimit. Megjithatë, të dhënat paraprake dhe provat kanë treguar se është mjaft i saktë. Dhe për herë të parë Izraeli e ka përdorur këtë sistem pikërisht i cili ka një kosto jashtëzakonisht të ulët, duke dëshmuar kështu se është gati për çdo sfidë ushtarake të së ardhmes. Kanë qenë këto disa nga zhvillimet dhe le të themi dinamikat më interesante sa i përket aspektit ushtarak të kësaj betejë. Do të kthehemi në pjesën e dytë dhe jemi kthyer në pjesën e dytë, padyshim për të ndalur në detaje të tjera të rëndësishme të operacionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në mbar lindjen e mesme, duhet thënë kështu, pasi për te goditjes ndaj Iranit ka operacione të cilat vijojnë për të mbrojtur bazat e tyre, por gjithashtu edhe aleatët e rëndësishëm. Zoti Krisafi, mbaj mend që kemi diskutuar që prej janarit të këtij viti, kur bota ishte në kaos me operacionin e Venezuelës, dhe më keni thënë se nëse do të kryhet një operacion, do të kryhet në fundjavë për të mos pasur një ndikim ekonomik në bursat ndërkombëtare, për të pasur, le të themi, një feedback më të pakët nga edhe reagimi politik i masës vetëm Shteteve Bashkuara, por gjithashtu edhe në perëndim, por sigurisht mbetet justifikimi ekonomik i Trump si një president që është biznesmen. Dhe përgjatë kësaj fundjavë që sapo lan pas, dita e premte gurmëzhojnë mediat ndërkombëtare me një zhvillim që Kina kishte arritur të siguronte përmes satelitëve të saj disa pamje se ku ishte vendosur armada apo arsenali bombardues i Shteteve të Bashkuara në të gjithë territorin e lindjes mesme, duke zbuluar kështu lokacionin e Abraham Lincoln apo edhe lufta njësë më të madhe amerikane Gerald Ford. A ishte ky operacion i Shteteve të Bashkuara të Amerikës jo vetëm një mesazh për Iranin dhe lindjen e mesme, por mbi gjitha një mesazh për Kinën, e cila arriti ta sfidojnë aspektin ushtarak dhe gjithashtu edhe për Rusinë. Shko, për të dy sigurisht janë humbës në këtë rast, qoftë Rusia, qoftë Kina. Rusia edhe një herë tregoi që nuk ditë mbrojë aleatët e vet. Ka treguar me Libin, me Gaddafin, me Sirin, me Asadin, tashmë tregoi edhe me Ayatollahun. Nuk është se bëri ndonjë përpjekje Rusia për ndihmuar Ayatollahun, më thënë drejtën, kështu që as mundësi për ta bërë diçka të tillë nuk ishte në këtë rast, por unë mendoj që humbësi më i madh në fund të gjithë kësaj lufte mund dali Kina. Shpikërisht ajo tabela që ju keni nga pas, e cila shumica dërmuese e naftës iraniane shkon në Kinë. Pra do të thotë që në momentin që nëse ky regjim le të themi bie ose nëse ky regjim ndryshon, pra bëhet një regjim më neutral deri diku, nuk ka rëndësi të bëhet regjim perëndimor, mund të bëhet neutral, do të thotë që kjo naftë iraniane që shkon në Kinë do shkojmë në Kinë.
Pra nëse i hoqëm një pjesë të naftës Venezuelës që shkonte në Kinë, tani mund të heqim dhe një pjesë të naftës Iranit që shkon prapë në Kinë. Pra Kina në dy rastet, goditja strategjike e Shtetit Bashkuar nuk ka qenë thjesht për të rrëzuar sigurisht qoftë Maduron, qoftë Ajatollahu nga ana tjetër, por strategjikisht ka qenë për të dobësuar Kinën. Pra është një mënyrë për të dobësuar Kinën në këtë rast që thash në fillim që Rusia mund dali e humbur, por në këtë këndvështrim nuk del tërësisht e humbur, sepse sa më pak naftë të marrë Kina nga vendet e tjera të botës, aq më shumë naftë do i duhet marrë nga Rusia. Pra pavarësisht se Rusisë po ikën një aleat i madh në lindjen e mesme, dhe aleatët që kanë ngelur janë të pakët, dhe ky është një aleat i rëndësishëm, duhet të thënë, se nuk është aleat i parëndësishëm, por nga ana tjetër si një pasojë e gjithë kësaj që është duke ndodhur, mund ta bëjë Kinën që të jetë pak më e varur nga nafta dhe gazi i Rusisë në të ardhmen. Kështu që Kina mund të jetë humbse më e madhe në këtë pikë, nëse kemi një ndryshim thash të çfarë lloji ose modifikim të regjimin. Nuk është thënë që të bjerë regjimi drejt për drejt. Ndërsa ajo që po bënte Kina me pamjen satelitore në fakt ishte një lojë nuk doja të quaj episët, po ishte një lojë jo ndershme në këtë rast, sepse po i bënte tërësisht publike. Pra pamja satelitore nuk është thjesht si po a jepte Iranit, por i bënte tërësisht publike për edhe mund të gjendesh lehtësisht edhe në internet pa patur në një vështirësi të madhe në këtë rast. Unë nuk mendoj që kjo ka qenë arsyeja kryesore pse ndodhi diçka e tillë, sepse në botën e sotme edhe për Iranin nuk është aq e vështirë të gjejë se ku ndodhet aeroplanbajtëse amerikane Abraham Lincoln apo sa avion ka aeroplanbajtëse amerikane në këtë rast. Ndodhi në atë moment që ndodhi me gjitha për shkak të informacionit se ku ndodhej Ayatollahu Ali Khamenei. Pra ishte momenti pikërisht për të goditur Khamenei dhe për të eliminuar Khamenei, ai ndoshta që nisi gjithë luftën disa orë para se mund të niste. Dhe duhet thënë që luftën e kanë nisur izraelitët. Pra goditjen e parë kanë dhënë Izraeli. Amerikanët kanë bërë në goditjen e dytë dhe goditja që është vrarë Ayatollahu Ali Khamenei në fakt kanë qenë avionët izraelit që e kanë bërë, nuk kanë qenë avion amerikan që kanë goditur Ayatollahun, të paktën Izraeli kështu ka qenë qëndrimi izraelit dhe nuk besoj që kanë gënjur sepse s'kan pse gënjej në këtë rast, por unë mendoj që kyç në gjithë luftë ishte fakti që Ayatollahu Ali Khamenei ndodhej në atë moment në atë vend bashkë me një pjesë të komandës drejtuese të Iranit dhe ishte mundësia ndoshta e artë për ta eliminuar, sepse nëse pritej 2-3 orë mund futej në një bunker që nuk gjendej më dhe ikte mundësia. Kështu që më shumë se sa Kina, unë kam përshtypjen që ishte pikërisht ky informacion që e thoi luftën në atë moment dhe në atë orar. Te qartë. Ndërkohë, zoti Basha, ka zhvillime të rëndësishme jo vetëm në aspektin e frontit dhe sulmeve ajrore, por edhe në aspektin tregtar dhe rëndësisë së ekonomisë globale, ku sigurisht duhet ndalemi tek ngushtica e Hormuzit. Në një reagim të vetëm disa minutave më parë, Irani ka deklaruar se nuk do të lejojë zhbllokimin e ngushticës së Hormuzit dhe ka thënë se çdo anije që kalon atje do të përballet me flakën iraniane. Për të parë së bashku në këtë grafik do të kuptojmë pak më shumë se pse është kaq e rëndësishme ngushtica e Hormuzit, e cila sigurisht i jep Iranit të drejtën për të, ose më saktë, kapacitetet dhe mundësitë për të goditur pikërisht në këtë ngushticë të lindjes mesme. 1/5 e hidrokarburave globale apo e naftës dhe gazit kalon pikërisht përmes këtij kanali duke u shpërndarë më pas në të gjithë botën, duke shitur kështu naftën iraniane, por gjithashtu edhe naftë e cila lundron nga një vend në tjetrin, duke përfshirë vende të ndryshme të botës. Kina merr 38% të kësaj nafte dhe ashtu siç edhe zoti Krisafi shpjegoi, është me interes jetik për Pekinin, aleanca e tij pikërisht edhe me Teheranin, ndërkohë India ka një varësi të lartë që shkon në 15% sa i përket naftës që mund të marrë nga Teherani, për dijuar më pas me Koren e Jugut 12%, Japonia 11%, Europa vetëm 3%, megjithatë do të ketë sigurisht dinamika të cilat do të lëvizin edhe tregjet europiane të naftës, ashtu siç është parë në tregje për gjatë ditës së sotme, do të le të themi përkthehet edhe te konsumatorët për gjatë orëve në vijim, pjesa e lirë mbetur e Azisë 14% dhe vende të ndryshme të tjera të botës në 7%, duke treguar kështu një potencial të jashtëzakonshëm ekonomik, por edhe një potencial e cila duhet thënë, do të sjellë pasoja botës. Ne pam luftën në Ukrainë, e cila pati një ndikim të drejtë për drejtë tek çmimet e grurit, kosto e jetesës përditshme. Kemi tashmë edhe këtë luftë e cila me ngushticën e Hormuzit do të sjell pasoja. Sa mendoni se do të zgjas, le të themi, ky bllokim i ngushticës së Hormuzit dhe kush do të jenë pasojat jo vetëm brenda rajonit, por gjithashtu edhe për Europën? Shiko, grafiku ty tregon qartë. Europa dhe vendet e tjera të cilat po përfshi dhe Amerikën kanë 3-5% të gjithë aktivitetit që zhvillohet në këtë ngushticë. Po shikosh, Kina është ajo e cila do të dëmtohet më shumë nga kjo luftë dhe jo më kot Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk është se kanë menduar gjatë nëse bllokohet apo nuk bllokohet ngushtica e Hormuzit për ta goditur Iranin.
93% gjithë aktivitetit që zhvillohet në këtë rajon apo në këtë ngushticë ku kalojnë gati 20% e gjithë aktivitetit botëror shkon për Azinë, gjë e cila do ta godasi më shumë nga ana ekonomike Azinë, por në Azi është India, kemi Kinën, janë Koreja, të cilat do kenë probleme më të mëdha ekonomike. Zakonisht lëvizja e çmimeve në një rast konflikti vjen 24 orë të para deri në 48 orë, është lëvizja më e madhe e çmimeve. Deri tani nuk kemi parë lëvizje, po gati janë papërfillshme dhe nuk mund të krahasohen me lëvizjet apo me tronditjen e bursën që psoi goditja që pati Ukraina, sepse kishte lidhjen e drejt për drejt, qoftë të ushqimeve, por qoftë edhe të shërbimit të gazit me Europën. Europa ishte pothuajse e varur, kishte shtete, Gjermania ishte pothuajse plotësisht e varur nga gazi që vinte nga Rusia dhe u godit nëpërmjet kësaj lufte. Ngushtica e Hormuzit nuk e dëmton nga ana ekonomike Europën, po flasim tashmë për Europën. Problemi më të madh e ka vendet të cilat prodhojnë, që përfshihet dhe Irani dhe Kina. Një nga sulmet duhet pranuar, një nga goditje që është Irani, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e bëjnë, dhe Venezuela, pasojat ekonomike janë, edhe pse nuk i ka shfaqur apo nuk është munduar të ruaj edhe të mbajë një farë stabiliteti, goditjet më të mëdha shkojnë për Kinën. Dhe jo më kot, këto janë aleat që po goditen një pas një që janë të Kinës dhe të Rusisë, dhe ky mendoj që është një strategji sa ekonomike e një biznesmeni i cili udhëheq vendin më të fuqishëm të botës, por edhe ushtarake. E qartë, zoti Basha. Mirë, kemi folur në këtë program Brëmi në sot në War Report, sigurisht për atë çfarë po ndodh dhe çfarë pritet të ndodh. Por zhvillimi sigurisht më dinamik i javës ishte vrasja e Ayatollah Ali Khameneit, fundi i një leadershipi, por ka një pikë pyetje nëse do të jetë fundi i një regjimi. Sipas mendimit tuaj, çfarë pritet të ndodh me Iranin? Theksuat pak më parë një ndërhyrje amerikane e cila do të shkojë thellë në rrënjet edhe e establishmentit politik, ka disa skenar që përfiten mediat ndërkombëtare, duke përfshirë një shembull të Arabisë Saudite ku mund të themelohet një mbretëri të rikthehet, pra le të themi një mbretëri dhe të ketë një qasje të ndryshme sa i përket të ardhmes politike të vetë Iranit. Pritet të kemi një rrëzim total të regjimit dhe një ridimensionim të qasjes politike brenda Teheranit sipas jush? Mendoj që kjo sipërmarrje e Shtetit Bashkuar të Amerikës me Izraelin nuk ka kthim pas. Pra, fundi i kësaj historie do jetë rrëzimi i këtij regjimi dhe vendosja një regjimi qoftë mbretëror, por ndoshta më paqësor me rajonin, por dhe më miqësor edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo do jetë fundi dhe mendoj që do zgjasi ashtu siç është parashikuar, nuk besoj që i kalon 4 javë, por në maksimumin e mundshëm deri në një ulje apo në një qetësim të situatës mund shkojë deri në 2 muaj. Gjë e cila Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë kapacitetet dhe mundësitë për ta përballuar këtë, absolutisht i kanë treguar dhe këto kanë një objektiv të vetëm, që është rrëzimi i sistemit. Por kemi parë që sistemi, sepse nuk mund të flasim për një person i cili udhëhiqte një vend dhe nuk kishte ndërtuar kishte një strukturë, kishte funksiononte në bazë institucioneve, pra nuk kishte vetëm në bazë të një kultit të një individi që ra individi u shkromoi gjithçka. Jo, ai ka zëvendësuar në qershor, patën një sulm, u eliminuan pjesa ushtarake, u zëvendësuan. Tashmë u eliminuan 48 deri në 50 lider kryesor përfshirë dhe Khamenei, klerik të ndryshëm. Gjithë, pra ai po tenton t'i zëvendësoj. Do kemi një valë dytë tjetër prap, apo valë e tretë përfshirë dhe qershorit për të eliminuar dhe udhëheqjen që do rivendoset në kryet, dhe pastaj do kemi një ndërhyrje e cila besoj që do jetë e kombinuar brenda dhe jashtë, dhe do kemi rrëzim dhe do kemi vendosje. Nuk di të them a është gati Shahu i cili, pra i biri, sepse Shahu i vjetër ka ndruar jetë, i biri i cili ndodhet në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Trump e ka thënë që paktën në një deklarat mos gaboj 2 muaj më parë ose diçka më afër. Okej, ne jemi gati që ta rivendosim apo ta rifusim dhe një herë në lojë, por duke qenë që ka jetuar për një kohë shumë të gjatë jashtë Iranit, i ka humbur lidhjet dhe mundësitë
për ta drejtuar vendin. Pra, ata po mundohen të gjejnë apo do bëjnë ndoshta edhe një versionin e Venezuelës, të cilët e kanë lënë me qeverisjen e cila ishte dhe po mendojnë që të krijojnë një kalim gradual të zbutur në zgjedhje dhe në një transferim të pushtetit. Pra, do kryen operacione, do kryet sulme të fuqishme, do kryen eliminime të gjithë atyre të cilët nuk do të bashkëpunojnë dhe nuk do të afrohen me rajonin dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe pastaj do kemi dhe lëshimin gradual. Pra, dy mundësit, ose një luftë e cila do të eliminojë çdo tentativë për ta mbajtur pushtetin dhe futjen e një regjimi të ri nga brenda, ose do kemi këtë pjesën tjetër e gjë e cila këto paktën edhe sot unë nuk pash një qartësi se si do funksionojë dhe Trump vetë nuk dha ndonjë informacion që do përfshihen, se kemi edhe opozitën e cila një pjesë është në Shqipëri dhe pjesa tjetër është në Francë, të cilat pavarësisht se janë opozitë, por nuk shkojnë me pjesën e mbretërisë e cila ka qenë nga 54 deri në 79. Pra janë ndarë pothuajse në 3 grupime. Është pjesa aktuale që qeverisë Iranin, është pjesa e mbretërisë e cila është transferuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është pjesa e opozitës që është opozita kryesore që ndodhet në Shqipëri. Një koment shumë i shkurtër, zoti Kristapi, përpara se të mbyll, ka shanse që të kemi në Iran një skenar të ngjashëm me një periudhë e cila do të sillte shpejt një rikuperim të vendit në aspektin ekonomik, por edhe në aspektin politik, duke marrë parasysh edhe zhvillimet e fundit që ndodhen në Siri, pasi edhe Siria përballë me rrëzimin e një regjimi, ndonse nuk mund të krahasohen, sigurisht për shkak të fuqisë dhe dëndësisë popullsisë. Unë mendoj që nëse Irani, le të themi, shpëton nga ky regjim klerikal dhe bëhet një vend normal, nuk ka nevojë të bëhet vend perëndimor, mund të bëhet vend normal, mund të jetë pa diskutim pra, nuk ka udhëheqje fetare, por ka udhëheqje fetare, politike. Pra, mund të jetë udhëheqje politike normale, le të themi. Unë mendoj që Irani mund të jetë nga vendet më të zhvilluara në botë. Pse? Sepse është një qyteti më të vjetër në botë. Është një shtet që ka qenë shtet kur gjithë tjerë ka qenë fisa, ka strukturën e tillë. Njihen populli iranian persian për kulturën e tyre, kështu që kanë kapacitetin thuaç shprehjes që mund të bëhen një nga kombet më të mëdha dhe më të zhvilluara të botës. Nëse dalin nga kjo regjim që një familje unë mendoj që i ka marrë peng, si thuaç gjithë aftësitë e popullit iranian në këtë rast dhe sigurisht që mund të shndrohet pa diskutim në një nga shtetet më të rëndësishme të botës pa diskutim. E qartë. Zoti Kristapi, falenderoj që ishte në mbrëmjen e sotme me mua në War Report. Faik Bashak, kënaqësi të kisha edhe mbrëmjen e sotme në program. Kemi mbritur kështu në fund të War Report edhe për mbrëmjen e sotme. Padyshim, përgjatë të gjithë javës do të sjellim raportimet më të fundit me zhvillimet dhe dinamikat nga fronti i betejës, por pa munguar edhe analiza gjeopolitike mbi atë se çfarë pritet të jetë një lindje e mesme e ridimensionuar. Mos u largoni nga ekrani i ABC News, vetëm pas pak Sokol Balla me zërin e shqiptarëve. Bashkë natën e mirë.